Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohem me ju, unë Tirona Lili, për të ndarë historinë e radhës. Është një histori që do të shokoheni të gjithë. Bëhet fjalë për një dashuri, një djalë shqiptar me një vajzë braziliane. Por çfarë ka ndodhur në të vërtetë? Djali sot e kësaj dite jeton me dhimbje që shpirti akoma po qan. Jam 39 vjeç. Shumë njerëz mendojnë se në këtë botë mosha e njeriut i ka parë të gjitha. Por unë them se askush nuk e di dhimbjen që e mbart dikush derisa të ketë jetuar vetë. Zemra ime ka kaluar stuhi që as nuk di si i kam përballuar. Por po e rrëfej, sepse kjo është historia ime. Historia e një dashurie që më ngriti në qiell dhe më përplasi në tokë. U dashurova me një person nga Brazili. 2 kontinente larg, 2 botë të ndryshme, 2 gjuhë të ndryshme, por një ndjenjë. S'kishte rëndësi as gjuha, as kultura, as largësia. Kur e pash për herë të parë, sikur universi heshti një sekond. Ka njerëz që i takon dhe i haron, dhe ka njerëz që i takon dhe kupton se prej aty jeta nuk do të jetë më e njëjtë. Ajo ishte e dyta. Jetonim bashk për 7 vite. Mund të ishim të ndryshëm në çdo gjë, por kur ishim bashk, botës i mungonte vetëm muzika për t'u bërë film. Kalonim net pa gjumë duke folur, duke qeshur, duke ëndërruar, më shikonte dhe ndjehesha njeri, më përqafonte dhe ndjehesha i gjallë. Ajo u zhduk, pa fjalë, pa sqarim. Një ditë thjesht iku dhe më mori të gjithë frymën time. Unë nuk pranova ta besoj. Nuk e pranoj as mendja, as zemra dhe u nisa drejt banesës së saj. Kilometra larg. U futa në atë qytet si një hije që kërkonte shpirtin e vet. Rija orë të tëra para portës, jo një ditë, por ditët të tëra, javë me radhë, vetëm me shpresën se ndoshta do ta takoja sërish në rrugë. Ajo nuk ishte thjesht partnerja ime, ishte shtëpia ime, ishte frymëmarrja ime. Por dashuria ime nuk ishte përallë, se edhe përallat kanë dragojnë e vet. E imja ishte tradhtia. Herën e parë që mora vesh, mu nda shpirti. Sikur dikush ma grisi trupin, por më la të gjallë që ta ndjej dhimbje. Nuk bërtita, nuk e ureva, vetëm heshta. Pse? Sepse e doja, sepse besova se një gabim nuk e fshin gjitha të dashuri dhe e fala. Por nuk ndaloja aty. U përsërit prap, e prap. Unë e dija, zemra ime e donte, por shpirti im zdinte të dorëzohej. E fala sërisht, jo sepse isha budalla, por sepse unë e dua me shpirt, e jo me rregulla. Unë nuk ri me dikë vetëm kur është mirë, unë luftoj për atë që unë e dua. Por sa më shumë luftoja, aq më shumë e humbisja veten. Kisha filluar t'i mungoja vetes. Nata më gjente zgjuar, duke menduar ku është, me kë është, apo buzëqesh dikush tjetër me buzëqeshjen që dikur ishte imja, apo e përqafon dikush tjetër me ato duar që më kishin dhënë sigurinë më të madhe në botë. Dhe kështu, u ndam. Jo me britma, jo me urrejtje. U ndam me heshtje.
si kur dy shpirtra që e kuptuan se nuk mund të shërojnë më njëri tjetrin. Por ja e vërteta. Unë jam ndarë nga trupi i saj, por jo nga shpirti. Unë ende e dua, edhe sot, edhe pas gjithë dhimbjes, edhe pas gjithë plagëve. Dikush mund të më thotë, pse e do ende? Sepse kur dashuron me gjithë zemër, nuk e fik butonin e ndjenjave. Sepse ajo dashuri ishte e vërtet, sepse për mua ajo nuk ishte thjesht një person, ishte koha ime, ishte rinia ime, ishte ëndra ime. Dhe sot, edhe pse jam vetëm, nuk jam i turpëruar nga kjo dashuri. Jo, jam krenar, sepse kam dashuruar vërtet. Kam dashuruar deri në fund, jo si ata që dorëzohen me lehtësi. Unë nuk u largova sepse nuk e doja. U largova sepse ndoshta në një pikë edhe dashuria ka nevojë të mbrojë veten. Një ditë hyra deri tek dera e apartamentit të saj. Trokita, heshtje, trokisja përsëri, prap heshtje. Por unë e dëgjova zërin e saj brenda. E dija që ishte aty. Dhe nuk doli. Nuk foli. Nuk erdhi. Atëherë kuptova se ajo nuk ishte zhdukur. Ajo kishte zgjedhte të më zhdukte mua. Ajo nuk iku se nuk mundej. Iku se nuk donte të më shihte. Thonë se koha i shëron të gjitha, por ata që e thonë këtë, nuk e din çfarë është të kesh kujtime që nuk të lën të marrësh frymë. Nuk të kërkon askush të kujtosh. Por kujtimet rikthehen vetë si fantazma që trokasin në mendje pa paralajmërim. Mund të jem duke pirë kafen time në mëngjes, të zakonshëm dhe papritur të sillet në mendje buzëqeshja e saj. Mbyll syt në një çast dhe sheh fytyrën e saj para meje. Ecën rrugës dhe dëgjon një parfum të ngjajshëm. Dhe zemra të tej mbushet menjëherë. Unë kuptova se mungesa nuk ishte armiku më i madh, por ishin kujtimet. Kujtoj herët kur më shikonte me ato sy të butë dhe unë ndjehesha i paprekshëm. Kur më buzëqeshte dhe çdo problem më zhdukej. Kur më përqafonte dhe bota ndalej për një moment. Kujtoj netët kur flini më afër dhe unë e dëgjoja të merrte frymë dhe mendoja, kjo është lumturia. Por kujtoj edhe herët kur zemra më mësonte të dridhem nga frika. Kur prisja të vinte dhe nuk vinte. Kur telefoni nuk binte. Kur ajo erdhi me erë që nuk ishte imja. Dhe unë e kuptova, por heshta. Kujtimet e bukura ma ngrohen shpirtin, por kujtimet e dhimbshme ma shpojnë po atë vend ku më parë rihte dashuria. Ka ditë që dua t'i mbaj kujtimet gjallë, sepse janë gjithçka që kam nga ajo. Por ka ditë të tjera kur dua t'i haroj të gjitha vetëm që të mos lëndohem më. Aty, diçka më vdiq brenda. Trupi im ishte gjallë, por unë nuk isha më. Unë. Rija pa gjumë, ditët më kalonin pa bukë. Vetëm cigarja më rinte pranë, nuk flisja me askënd, as telefoni s'kishte ndalur më. Nuk isha më zë e as fjalë. Bisedoja vetëm me veten. Dhe bisedat tona ishin të errta dhe shumë të errta. Një natë mendova ta mbyll gjithçka, të ndalë dhimbjen për gjithmonë, por atë natë, shoqëria ime, ata pak njerëz që ende më donin, më kapën për krahu. Më tërhoqën jashtë ferit dhe më thanë, nëse ti vdes, ajo nuk do ta di kur, nëse ti dorëzohesh ajo fiton. Dhe atëherë kuptova diçka. Unë nuk do të vdes për dikë që nuk doli as nga dera për mua. Unë do jetoj dhe historia ime nuk do të mbaroj këtu. Por ja e vërteta.
Unë jam ndarë nga trupi I saj, por jo nga shpirti. Unë ende e dua edhe sot, edhe pas gjithë dhimbjes, edhe pas gjithë plagëve. Dikush mund të më thot pse e do ende, sepse kur dashuron me gjithë zemër, nuk e fik butonin e ndjenjave, sepse ajo dashuri ishte e vërtet, sepse për mua ajo nuk ishte thjesht një person, ishte koha ime, ishte rinia ime, ishte ëndra ime. Edhe sot, edhe pse jam vetën, nuk jam turpëruar nga kjo dashuri. Jo, jam krenar, sepse kam dashuruar vërtet, kam dashuruar deri në fund, jo si ata që dorëzohen me lehtësi. Unë nuk e largova sepse nuk e doja. U largova sepse ndoshta në një pikë edhe dashuria ka nevojë të broj veten. Por të vërtetën e them, nëse sot do të trokiste në derë, zemra ime s'pyeste logjikën. Do rihte fort dhe do thoshte, ke ardhur. Ndoshta jam I marr, ndoshta jam romantik I pashërushëm, por kjo është historia ime, kjo është dashuria ime. Dhe nëse dikush e dëgjon këtë dhe po kalon të njëjtën dhimbje, dua t'i them vetëm kaq. Mos ki turp që do dikë ende. Turpi është të mos dish të duash fare.